Qyteti Durrësit është bërë pjesë e një projekti cili me një ndërhyrje që arrin vlerën e 3.8 milion eurove tenton të bëjë zgjerimin artificial të vijës së Rërës. Urbanistët paralajmërojnë se pjesa qendrore e gjirit të Durrësit është aktualisht në ndikimin e një erozionit të fortë detar, që ka shtuar edhe rrezikun për çdo ndërhyrje pa baza të qarta inxhinierike. Por në lidhje me këtë do të diskutojmë drejt për drejt, do të më bashkohet zonja Entela Koja, arkitekte urbaniste dhe aktiviste. Zonja Entela, të përshëndes, faleminderit që je me mua. Përshëndetje. Zonja Entela, si e vlerëson këtë ndërhyrje për zgjerimin artificial të vijës së Rërës në Durrës në këto kushte, pra kur pjesa qendrore e gjirit është në ndikimin e një erozionit fort? Është një projekt që tashmë ka një shtrirje prej 2 vjetësh, dhe në fazë të parë u bë një shëtitore bregdetare me një brezin e plazhit tradicional të Durrësit, që nga ura të Dajlanit, që quhet deri në Kavalishencën e ushtrisë, për ata që e njohin plazhin e Durrësit. Në një vijë gjatësire 3 kilometra dhe diçka më shumë. Është një projekt që në fazën e parë të tij pati kundërshtime nga banorët e zonës, nga bizneset në zonë dhe sidomos nga teknicienët, të cilët vunë re që kishte probleme të mëdha teknike për sa i përket dimensionit, masës së investimit, dimensionet madhe që zente në një brez që është ndërkohë shumë i ngushtë. Breku i detit të Durrësit, bregdeti i Durrësit, ka, siç thatë ju, i nështrohet një fenomeni erozioni. Ndërkohë ka një shtyrie gjithmonë, ka një tendencë të shtyrjes së vizës ndërtimeve dhe të çdo gjë që vëhet mbi të, duke bërë këtë, po themi, brezin e Rërës gjithmonë më të ngushtë. Është një brez i cili shërben jo thjesht një brezi bregdetar prej 2 ose 3 breza banesësh, por hyn deri në thellësi të lagjes plazh dhe sasia e njerëzve të cilët vinë ose numri i madh i pushuesve që vinë në këtë zonë e bën atë gjithmonë një plazh të frekuentuar popullor, po pa diskutim shumë i mirë për familjarët dhe për ata të cilët për fëmijët dhe ata që nuk dinë not, pra domethënë plazhi i Durrësit ka një reputacion shumë të mirë për një plazh të sigurt. Ndërhyrjet që po bëhen, që në fazë të parë ishin të gabuara, sepse u fut një masë e madhe betoni, një brez prej 9 metrash, dimensioni i cili shpesh nuk i takon akseve rrugore e jo më një shëtitore. Dhe bashkë me këtë projekt, në specifikime teknike, është thënë edhe që do bëhet një zgjerim i brezit të Rërës. Pikërisht këtu ka qenë kundërshtimi i madh i teknicienëve, përfshirë dhe mua këtu, që zgjerimi i këtij brezi është një ndërhyrje e gabuar. Megjithatë, në traditën e shtetit shqiptar dhe administratës në përgjithësi është të mos dëgjohen ekspertët, të mos dëgjohen njerëzit të cilët afektohen, dhe kjo sjell shpesh në shumicën e rasteve dhe probleme. Dhe problemi që po evidentojmë sot edhe me imazhet që shikoni është pikërisht procesi i mbushjes. Bëhet fjalë për një mbushje e cila pretendon të zgjerojë brezin e Rërës. Mirë, po këto janë ndërhyrje të cilat nuk bëhen në të tillë mënyrë. Edhe projekti teknik i miratuar nga Bashkia e Durrësit dhe i aplikuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit e ka të specifikuar që duhet bëhet në të njëjtën kohë me shëtitoren, e para. E dyta është shumë e përcaktuar me çfarë duhet bëhet mbushja. Dhe sikur ne do ta pranonim të bëhej një gjë e tillë, gjëja më e rëndë që ka ndodhur në fillim të sezonit është që është filluar me mbushjen dhe mbushja kanë qenë një pjesë e mirë inerte. Dhe kjo ishte alarmante. Domethënë ky që e momenti kur ne në respekt të punës së bërë dhe në respekt të parave të harxuara apo të projekteve të bëra, nuk mund të toleronim deri këtu. Pra kjo futet tek një problem teknik shqetësues?
Apo jo vetëm? Do me thënë, ky projekt ka probleme që në hartimin e tij, që në bërjen e tij. Për t'i thënë pak zonja Entela teknikisht, pra cilat janë këto probleme shqetësuese që janë vërejtur nga kjo? Është bërë një mbushje me argjil, me inerte, me copa betoni, me copa hekuri, të cilat vjen re të dukshme në videot që shikoni dhe gjë më interesante është që në qoftë se do ta zbatosh, edhe sikur ky ishte një projekt i pranuar nga të gjithë, nuk punohet kështu, sepse deti është shumë interesante. Fenomenet detare i shpjegojnë shumë më mirë atë gjeologët dhe ata të cilët kanë ekspertizën, po referuar pikërisht ekspertizës së tyre, duhet krijuar bariera përpara, pastaj duhet bërë mbushja. Mbushja duhet i bërë e specifikuar me rëra të kontrolluara të marrë nga burimet e përcaktuara në projekt. Argjila ka një problem të madh. Këto mbushje që bëhen me argjil ka problemin që bashkohet me rërën dhe ndryshon jo vetëm ekosistemin, jo vetëm përbërjen e asaj rërës aty, po sjell fenomene të cilat vjen re tashmë në zonën e golemit e të tjerë ku njerëzit vënë re që në det nuk futesh dot më si dikur, këmba zhytet në balt, jo më në rër. E të tjera fenomene si këto, të cilat projekti, autorët e këtij projekti kanë shkruar, pra, se ndoshta edhe nuk po e kuptoj unë mirë, kanë shkruar tjetër gjë në projekt dhe tjetër gjë po zbatojnë? Do me thënë, projekti është ndërkohë i diskutueshëm, po dhe sikur t'i referohemi projektit, këtu në zbatim po shkelet edhe projekti i bërë. Këto janë, ky është fakti tashmë. Por ne bëm një hap të radhës, bëm një denancim në prokurorinë. Pra ju nuk jeni dakord as me projektin e prezantuar? Ka pika shqetësuese që në projekt? Ne mundësi ta ndalonim këtë projekt me një shumë të çuditshme dhe maramëndse është tamam ti hedhësh parat në det, sepse deti e merr çdo gjë mbrapsht. Domethënë ti bëj çfarë të duash mbushja, ai do ta marrë mbrapsht. Janë fenomene që shpjegohen nga teknicienët më mirë, por edhe sikur ta pranonim këtë ndërtimin e barierave detare dhe më pas mbushjen e tyre nuk duhet bërë me inerte, është jashtëzakonisht e gabuar dhe po vëmë re që kjo po ndodh pikërisht në zonën e re e Kalatës ku po bëhet dhe projekti Alabarit, aty është po punohet pikërisht kështu me hedhje inertesh dhe fenomenet që detare që krijohen në brezin ekzistues, vetëm teknicienët i shpjegojnë, po me sa kuptojnë ajo do të krijojë një erozion në vazhdim të zonës ekzistuese bregdetare. Pra cilat janë zonja Entela rreziqet afagjat, le të themi, rreziqet më afagjata që janë si për mjedisin, por gjithashtu edhe për strukturën natyrore të bregdetit? Domethënë, emergjente ishte mbushja, që mbushja ishte komplet e gabuar dhe domethënë ishte me material të gabuar. Deti nuk mbushet me dhe. Domethënë është një gafë e rëndë nga firma e ndërtimit, e kapur nga mbikëqyrësi i punimeve dhe i pa kapur edhe mbikëqyrur nga Bashkia e Durrës. Por problemi më i madh në Durrës është që ndodhin ca eksperimente private ose personale të njerëzve pa konsultuar teknicienët. Në Durrës ka ca fenomene, për shembull pista të cilat janë ngritur me këmbë në det, pikërisht për ta lënë detin të kalojë, të bëjë fenomenet, të ndodhin të gjitha ato fenomenet normale, mbushen me gur. Mbushen me gur dhe krijojnë pontile, po themi, në detare të cilat në pjesën më të shpejtë krijojnë erozione në zona të reja. Pra deti punon me ca ligje të cilat njerëzit sado që përpiqen t'i kontrollojnë nuk i kontrollojnë dot. Dhe në këtë projekt edhe një herë gjë më e rëndë ishte që pikërisht në fillim të sezonit ti shikoje pjesë betoni, hekuri dhe argjile, atje ku lahen fëmijët, atje ku lahen njerëzit të cilët shpesh janë dhe me pamundësi për të lëvizur ose lëvizje të kufizuar, siç janë moshat e treta dhe jo vetëm. Zonja Entela, cilat janë metodat ose masat mbrojtëse që duhet ishin shoqëruar në këtë projekt për të garantuar që rëra e depozituar të mos zhduke brenda pak viteve?
Erozioni ka mënyra të ndryshme për të luftuar. Një nga shembujt që do t'ju jepja për të kuptuar se si është luftuar erozioni në Bregdetet shqiptare, janë brezat e mëdha të pishave të mbjellura që në kohën e Italisë, duke filluar nga Kolemi apo zonat e sipërve Lipoj, do me thënë brezat të tëra rëre të cilat ne i gjejmë sot të gatshme dhe i shfrytëzojmë, janë fituar pikërisht nga mbjellja një gjelbrimi specifik dhe masave specifike. Krijimi i pontileve detare, të cilat shpesh krijohen për arsye private të personit i cili është afër detit, krijon shpesh fenomene erozioni në zona të tjera, pra nuk është zgjidhje. Në zonat si po themi të ngjashme si Rimin e të tjerë, ka eksperimente ose më mirë po themi praktikat të barierave detare në largësi, por dhe këto kanë rrezikun që uji që ngelet ndërmjet barierës detare dhe brezit të rërës shpesh nuk qarkullon mirë dhe ai brez i përfituar është me problematik. Pra, në fund të fundit edhe në konventat ndërkombëtare si ajo e Barcelonës apo dhe plani i Bregdetit është shumë e prerë pikërisht ndërhyrja në zonat me rërë natyrale bregdetare, sepse ato janë zonat të përfituara nga natyra dhe ne na ngelet vetëm t'i ruajmë. Në momentin që ne ndërhyjmë, bëjmë gafa të cilat, ose më mirë bëjmë ndërhyrje besore, të cilat nuk dihet se ku afektohen. Siç po ndodhe dhe thash edhe me zonën e re, e cila po mbushet me inerte tek ura e Dalanit dhe nuk dihet se ku do të afektojë në gjithë Bregdetin që tashmë shfrytëzohet. Një gabim i madh që edhe ndërtimi i shëtitores bregdetare, unë e di që qytetarët e Durrësit e pëlqejnë si shëtitore, por ajo ka në thellësi një betonet në shtres në thellësi, të cilat kanë krijuar probleme shumë të mëdha në rrebeshin e parë që bjen në zonën e Durrësit, menjëherë të plazhit, menjëherë përmbytet zona mbi shëtitore. Kto janë masat e pamarra, po themi. Domethënë dhe projekti ka pas probleme, po dhe në projekt, kjo është problemi më i madh që shohim me projektet e bëra pa konsultime publike dhe pa ekspertizën e dur dhe në nxitim, që lën pasoja të cilat i afektojnë shumë ambientin ku futen. Ndërkohë, zonja Entela, sigurisht përmendët edhe ju ndërtimet e në këtë kohë kur Durrësi ka përjetuar në fakt prej dekadash ndërtime të pakontrolluara. Si mund sigurohet që një projekt i tillë të mos kthehet thjesht në një rregullim të përkohshëm? Çështja e përpyetjen që bëni, mund të them që investimi është goxha i fort, pra bëhet fjalë rreth 4 milion euro është hedhur në dorë të parë kur është bërë shëtitoria dhe po kaq po hidhet dhe në këtë brezin e mbushjes bregdetare në termat e projektit. Problemi është që ndërhyrjet të këtij niveli kanë një problem shumë të madh urbanistik. Ato merren si element të veçuar. Përpara se të punosh për shëtitore të tilla në botë, punohet me hapjen e akseve ku e gjithë kjo zonë që do të futet apo do t'i shërbehet, pra jo vetëm qyteti të Durrësit, por edhe zona që afektohet, lagja e plazhit, duhet të hapi akset drejt këtij bulevardi, po e quajmë bulevardi këmbësor të Durrësit. Ajo që ka duke qenë që këto nuk janë zgjidhur nga ana urbanistike, çfarë ndodh? Në rrebeshin e parë, uji ka filluar të kapërderdhi apo të bllokojë zona të caktuara në pjesën e sipërme. Dhe siç thatë ju, kjo pikërisht krijon atë problemin e madh që këto projekte shpesh degradojnë ose në zonën unë e kam ndjekur dhe gjatë dimrit, krijohen zona të tëra ku kapërderdhi apo fenomenet që ndodhin nga bllokimi i ujrave mbi toksore dhe nën toksore nga kjo shëtitore prej betoni, që kjo qeveri, kjo administratë shqiptare nuk e di pse ka kaq qef, betonin që ambientalizmi dhe konventat e ambientit e kanë jashtëzakonisht do me thënë, është lufta e madhe që bëjnë ambientalistët dhe jo vetëm për ta eliminuar sidomos në të tilla zona. Probleme ndodhin pikërisht nga kjo, edhe
si shembull po ju jap Vlorën, po ta vëni re, Vlora përmbytet në Rreveshin e Barë dhe kjo ka ndodhur pikërisht mbas krijimit të shititores bregdetare të betonuar. Është i njëjti fenomen që po ndodhe në Durrës. Zonja Entela, edhe diçka të fundit, a është e mundur bashkëtesa urbane dhe funksionale midis këtij projekti dhe zhvillimit paralel atij të Durrës Marina? Durrës Marina është një projekt që për fatin tonë të keq, ose për fatin në mungesë të fortë informacioni dhe konsultimi publik, jo vetëm që i hoqi Durrësit atë diamantin që ishte porti i Durrësit, i hoqi shtetit shqiptar portin më të rëndësishëm. Problemi më i madh i saj është që është shumë agresiv për qytetin. Ai po bëhet gjithmonë më shumë agresiv për qytetin. Duhet të mendojmë, këtu është një lagje e tërë banimi e cila po ngarkon rrjetet inxhinerike ekzistuese të qytetit të Durrësit. Dhe me shtimin e brezit, gjë më e çuditshme që shihet për ditë, është hedhje inertesh me idenë shtimit të tokës në zonën bregdetare, po i afrohet urës dalanit si nivel. Ka krijuar jo vetëm monstruozitete ndërtimore, sepse për të përfituar pak territor nuk dihet se çfarë je duke krijuar, por mbi të gjitha edhe me këtë po krijon një impakt jashtëzakonisht të madh në qytetin e Durrësit, të cilin megjithëse ne e themi me sa duket qytetarët durrësak kanë fatin e keq ta provojnë në kurrizin e tyre. Do të kenë fatin e keq ta provojnë në kurrizin e tyre. Dhe kjo, dhe me thënë të drejtën, gjë e fundit që do t'i kisha interes është se sa do ta ndihmonim neve atë, sepse në fund të fundit dhe kjo shëtitore krijohet pikërisht për t'i shërbyer investimit strategjik të qeverisë shqiptare. E qartë, mirë zonja Entela, faleminderit që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Një falenderoj ju.